edhe nga pozita. Unë po them dhe unë besoj që do t'ishte shumë domethënëse që Albin Kurti, kryeministri i Kosovës, ta propozonte kandidatin për president nga opozita. Por një gjë e tillë është vështirë të ndodhë, pra realisht Albin Kurti i ka fituar 51%. Në rregull, por presidenti si president nuk është konkurrencë për kryeministrin, në qoftë se ndodh që t'jetë presidentin nga opozita, unë po besoj që duke pas parasysh edhe fuqinë politike të vetëvendosinës aktualisht dhe rregullat që përcakton kushtetuta dhe ligjet në Kosovë, një kryeministër i arsyeshëm që don me vepru dhe me punu me integritet për interes të Kosovës, ai duhet të jetë i paanshëm dhe duhet të jetë në zbatim të kushtetutës dhe gardiani i kushtetutës Kosovës. Dhe aktualisht ka një kandidaturë, le të themi kështu publike, është presidenti aktuale, zotja Aliti, për të siguruar, le të themi, fillimisht nominimin, duhet i ketë 30 nënshkrime. Ju jeni kundër pra që të zgjedhet Vjosa Osmani prapë? Nuk është problemi që jemi ose si jemi kundër. Unë po them atë që mendoj që është më mirë. Vjosa varet se kush nga çfarë kënd vështrimi e analizon atë që angazhimin e saj në postin e presidentit, por mendoj që nuk prish punë për Kosovën, as për Vjosën, po besoj, as për vetëvendosjen dhe as për institucionet e Kosovës që të ndryshoj personi që do të quhet, që do të vazhdoj karrikën e presidentit të Kosovës. Zotja Aliti, nëse u kërkohet një nënshkrim, pra se duhen 30 nënshkrime nga zonja Osmani, a ja ofroni ju një nënshkrim? Nuk e di, çfarë të them, por unë kësaj radhe do të jem bashkë me grupin parlamentar